Në mesin e shumë nxënësve të talentuar të gjimnazit ton, spikat një emër që po bën emër të madh në fushat e futbollit: Amer Bajrami. Me vetëm disa vite përvojë, ai u shndrua në një nga premtimet më serioze të futbollit të rinjve në Shkup. Ameri me futboll filloi që në moshën 6 vjeçare, teksa veshi për herë të parë fanellën e skuadrës New York. Në moshën 11 vjeçare, ai kaloi në radhët e klubit të futbollit Shkupi, ku qëndroi plot 4 vite duke u zhvilluar si lojtar dhe duke fituar eksperiencë të vlefshme. Prej 2 sezonesh, Bajrami është pjesë e klubit të futbollit Rabotnički, me të cilët u shpall kampion në sezonin e vitit 2023-2024 dhe arriti finalen e Kupës së Maqedonisë në kategorinë e tij. Performancat e tij të qëndrueshme dhe të pjekura i kanë siguruar së fundmi edhe ftesën nga grup moshat e kombëtare së Maqedonisë, një arritje e madhe për çdo futbollist të ri. Me përkushtim në stërvitje dhe sukses në bankat e shkollës, Amer Bajrami është një shembull frymëzues për të gjithë nxënësit e gjimnazit Zeflush Marku, duke treguar se me pasion dhe punë të palodhur ëndrat mund të bëhen realitet.